Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Qoftë lumniatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Qoftë lëvdue e nderue e Zoja e bekume nana e të nxët. O Jezusi jem, na i fal mëkatet tona, pshtona prej flakës së ferrit, çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të dytën shenjtë të gëzimit të mendojmë se Zoja e bekuar shkoi të takohet me shenjtën Elizabet dhe ndenjë me të 3 muaj. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, luto për ne mëkatnorët, tash në fije vdekjes sonë. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, luto për ne mëkatnorët, tash në fije vdekjes sonë. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, luto për ne mëkatnorët, tash në fije vdekjes sonë. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, luto për ne mëkatnorët,
tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, Nana të Zot, lutu për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, Nana të Zot, lutu për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, Nana të Zot, lutu për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, Nana të Zot, lutu për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, Nana të Zot, lutu për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, Nana të Zot, lutu për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Si ka qenë e para, tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E dzënën pa far mëkatit të rrjedhshëm, o Jezusi jem, na i fal mëkatet tona, pështona prej flakës së ferrit, çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të tretën shenjë të gëzimit të mendojmë se kur erdhi koha të lindjes Jezu Krishti, lindi prej Virgjës Mari në Betlehem. Aty ynë që je në qiell, shenjtë nuk joftë emnët, art mretnia jote, u balt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falemi Mari, hyrë plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezuse. Të falemi Mari, hyrë plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezuse. Të falemi Mari, hyrë plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezuse. Të falemi Mari, hyrë plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezuse. Të falemi Mari, hyrë plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezuse. Të falemi Mari, hyrë plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezuse. Të falemi Mari, hyrë plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezusi. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezusi. Qoftë lumniatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, qoftë lëvdue e ndërrue e Zoja bekume nana e të nxët. O Jezusi jem, ne i fal mëkatet tona, pshtona prej flakës së ferrit, çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të katërtën shenjtë të gëzimit të mendojmë se Jezu Krishti kur u bë 40 ditësh, që dërguar dhe kushtuar në shenjtorin e Jeruzalemit. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të nxët, lutu për ne mëkatënorët, tash në fill vdekjes son. Amen.
Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill vdekjes son. Amen. Si ka qenë e para, tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E xhanun pa far mëkatit të rrjedhshëm, o Jezusi jem, na i fal mëkatet tona, pshtona prej flakës së ferrit, çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të pestën shenjtë të gëzimit të mendojmë se Jezu Krishti 12 vjeçar, që gjetur të tretën ditë në shenjtorën e Jeruzalemit. O ty ynë, që je në qiell, shenjtë nuk joftem nyt, artë mretnia jote, u band vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekum është fryti i barkut tënd, Jezuse. Shenjtja Mari, nana e të Nzot, luto për ne mëkatësorët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Qoftë lumniatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë e para, tash për gjithmonë e jetës. Amen. qoftë lëvdue e nderue Zoja e bekume nana e të Nzot. E xhanun pa far mëkatit të gjithë. O Jezusi jem, na i fal mëkatet tona,
pshtona prej flakës së ferrit, çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Të falemi mbretëresh, nana e mëshirës, jeta, mbëlsimi dhe shpresa jon. Të falemi, ty të therasim, na të shkretët, bijtë e Evës, ty i fsha, ty i gjemue, ty i kja, në këtë shekull plot me lot, dhe pra pajtoria jon, ata sy të mëshirshme të tu, silli prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tan, mas kësaj shkretije na kallzo, o e dhimbshmja, o e buta, o e amla, Virgja Mari, amen. O Zot ki mëshirë, O Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, O Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Krisht ndjena ne, O Krisht ndjena ne, o Krisht dëgjona ne, o Krisht dëgjona ne, ati për qiellit Zot, birë shpërblyesi botës Zot, shpirti shajt Zot, ki mëshirë për ne, shajtja Trininji i vetmi Zot, ki mëshirë për ne, shajtja Mari, luto për ne, shajtja Nana e të Zot, luto për ne, shajtja Virgja e Virgjave, luto për ne, Nana e Krishtit, luto për ne, Nana e Kishës, luto për ne, Nana e Hirit Hynueshëm, luto për ne, Nana e kulluar, luto për ne, Nana krejt e pastër, luto për ne, Nana pa përlyer, luto për ne, Nana pa prishme, luto për ne, Nana e dashur, luto për ne, Nana e mrekullueshme, luto për ne, Nana e këshillit mirë, luto për ne, Nana e krijuesit, luto për ne, Nana e shëlbuesit, luto për ne, Virgja nderueshme, luto për ne, Virgja lavdëruar, luto për ne, Virgja pushtetshme, luto për ne, Virgja mëshirshme, luto për ne, Virgja besnike, luto për ne, pasqyrë drejtësie, luto për ne, selia e dijes, luto për ne, shkaku i gëzimit ton, luto për ne, visari përshpirtshëm, luto për ne, visari nderueshëm, luto për ne, visari i zgjedhur për shpirtërie, luto për ne, drandofilja e mrekullueshme, luto për ne, kulla Davidit, luto për ne, kulla e Fildisht, luto për ne, shtëpia e art, luto për ne, arka e beslidhjes, luto për ne, dera e qiellit, luto për ne, ylli i mëngjesit, luto për ne, shëndetit së murve, luto për ne, streha mkatnorve, luto për ne, ngushëllimit pikëlluarve, luto për ne, ndihma të krishterëve, luto për ne, mbretëresha e engjëjve, luto për ne, mbretëresha patriarkëve, luto për ne, mbretëresha profetëve, luto për ne, mbretëresha apostujve, luto për ne, mbretëresha dëshmorëve, luto për ne, mbretëresha dëshmitarëve, luto për ne, mbretëresha e virgjave, luto për ne, mbretëresha të gjithë shajtërve, luto për ne, mbretëresha zon pa mëkat të rrjedhshëm, luto për ne, mbretëresha e ngjitur në qiell, luto për ne, mbretëresha e qajtës rozare, luto për ne, mbretëresha e paqes, luto për ne, o qengji i Zotit, që shlyn mëkatet e botës, na fal ne o Zot, o qengji i Zotit, që shlyn mëkatet e botës, dëgjona ne o Zot, o qengji i Zotit, që shlyn mëkatet e botës, ki mëshirë për ne, nën mëritjen tane, po nga si mos shajtja nana e të Zot, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgja e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë për të gjitha rreziqesh, zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, biri tënd na porosit, ndërduart e birit tënd na lësho, lutu për ne o shenjtja nana e të Zot. Të lutemi, jepna ne shërbëtorëve tuaj, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit e shpirtit e të trupit, e në përndërmjetësitë të së madhërishmes dhe gjithmonë Virgjës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm
e t'i gëzohemi gazmentit ta mshueshëm në për Krishtin Zotin ton. Amen. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Një, dy.
në emërtatit të Birit të Shpirtit të Shenjtë. Paqja me ju. Të dashur vëllezër e motra, sot po kremtojmë Shën Filipi e Shën Jakobi i apostujve. Le ta kërkojmë ndërmjetësinë e tyre për gjitha nevojat tona personale dhe familjare, dhe le ta përgatitemi të marrë pjesë meshës duke kërkuar falje për mëkatet tona. Por e them, hyjtë e gjithë pustetshëm dhe juve vëllezër e motra, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për madh fajin tim, prandaj poj porositem së lumes Mari, gjithmonë virgjër, të gjithë të engjëve, shenjtërve, dhe juve vëllezër e motra, që të luteni për mua Zotit të fjetë. Fjetë pushtetit që në pastë me shqip për nej në e falë të mëkatet tona dhe në përcjellë në jetën e pasosur. Të lutemi. O Zotë, ti na gëzon çdo vit me festën e apostëve Filipit dhe Jakobit. Bëjë me uratët e tyre të marrin pjesë në mundimet e ngjarjes të birën tënde, për të kundruar pa mbarim lavdin tënde.
në për Zotin tonë Jesu Krishtin bërën tënde, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtit Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostoll drejtuar Korintasve. Tani o vëllezër, po ju përkujtoj ungjillin që ju pata predikuar, që e pranuat e në të cilin qëndroni. Me anë të tij jeni në udhën e shëlbimit, nëse do ta mbani ashtu si ju a kam predikuar, përveç se në paqi besuar kot. Dhe një mend, më së pari u shpalla ato të vërteta që edhe unë veti mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, sikurse e paralajmëroi Shkrimi i Shenjtë, që varrosur e të tretën ditë u ngjall së vdekuri, si u tha në Shkrimin Shenjtë. Ju duk Kefës e pastaj të 12-ve. Pastaj u duk vëllezërve që ishin së bashku më shumë se 500 vetë, prej të cilve shumica janë ende gjallë e disa kanë vdekur. Pastaj u dëftua Jakobit e mandej të gjithë apostujve. Më së fundi mu dëftua edhe mua, dështakut. Fjala e Zotit. Qejt e shpallin lavdin e hyjt, kupa qiellore kumton veprat e duarve të tija. Dita ditës ja përsërit këtë gjë, e nata natës ja sjell këtë të vërtet. Nuk është as fjalim, as zhumhurtë të folurit, pas zë që mund të dëgjohet. Megjithëse nëpër tokë i shpërndahet Jehona, fjala e tyre arrin deri në skajt të botës. Kush më ka parë mua, ka parë edhe Atin. Unë jam në Atin, e Ati është në mua. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shëjt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi i tha Tomës:
Unë jam ulla e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon te Ati post në për mu. Nëse me njohet mu, do ta njihni edhe Atin tem. Qysh tash e njihni dhe e keni parë. Filipi tha: Zotni, na e dëfto Atin e na mjafton. O Filip, i tha Jezusi, kaq shumë kohë jam me ju e nuk me njohe ende, kush më ka pa mu, ka pa edhe Atin. Si thu pra na dëfto Atin? Po nuk beson se unë jam në Atin e Ati është në mu? Fjalët që ju them, nuk ju them prej vetvetes. Ati që banon në mu, i kryen veprat e veta. Me besoni mu, unë jam në Atin e Ati është në mu. Për ndryshe, besoni për shkak të vetë veprave. Për një mend po ju them, kush beson në mu, veprat që i bajun edhe ai do t'i baj. Madje do të baj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj te Ati. Dhe çdo gjatë që kërkoni në emrin tem do ta baj, që të lavdrohet Ati në Birin. Nëse do të më kërkoni ndonjë sen në emrin tim, do ta baj. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër e motra, se pari ndoshta ja vlen të teksohet se pohimi i Jezusit, që askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje, mund të shprehet edhe në mënyrë pozitive. Të gjithë mund të vinë tek Ati nëpërmjet meje. Le të mendojmë gjithashtu për një tjetër shprehje, me të njëjtën strukturë gramatikore e formuluar në mënyrë negative. Pa mua nuk mund të bëni asgjë. Që do të thotë se me te mund të bëjmë gjithçka. Nuk bëhet fjalë vetëm për çështje gjuhësore, që gjithmonë ngjalin interes të madh. Bëhet fjalë për t'i kuptuar thellësisht këshillat e Zotit dhe për t'i zbatuar ato me besnikëri. Fjalja e parë e Ungjillit të sotëm është përgjigja e Jezusit ndaj Tomës, i cili kishte keq kuptuar njërin prej zbulimeve të tij. Ju e dini ku po shkoj. Fal vështërsive kuptimore të Filipit, marrim një shërim të ri jashtëzakonisht të rëndësishëm për ndjekjen e drejtimit themelor të jetës sonë në tokë. Qëllimi përfundimtar është kthimi në shtëpinë e Atit. Neve na ka krijuar i hyj, dhe nëse jemi besnikë, duhet të kthehemi tek ai. Kjo është padyshim arsyeja pse Jezusi i jepi këto udhëzime. Ai është uda e vetëm Jahud që na çon tek Ati. Le të kërkojmë apostëve të shenjtë, Filipit dhe Jakobit, që të na futin me të thellë në zemrën e Jezusit. Nga Filipi e kemi këtë fjali. Zotëri, na tregon Atin dhe kjo na mjafton. Filipi kishte një dëshirë të zjartë që të mund të komunikonte me Atin dhe Jezusi mëson se duke komunikuar me te, ai tashmë është në komunikimin të drejt për drejt me Atin. Për Jakobin, i cili ishte kushëriri i Jezusit,
Dimi se ai ishte një prej shtyllave të kishës së Jerusalemit, dhe se kishte një shenjtëri kaq të jashtëzakonshme, sa që ngjarë të respekte edhe nder ata që përndiqnin të krishterët. Ishte sidomos një njeri i një lutjeje jashtëzakonisht intensive. Atëherë duam që t'ju kërkojmë këtyre apostëve hyrin që të mund të komunikojmë me mirë me zemrën e Jezusit, me një dëshirë të madhe për të vërtetën dhe për lutjen, me një dëshirë të madhe, me një dëshirë sepse nga zemra e Jezusit na vjen njohja e vërtetë e Atit. Sa më shumë të hyjmë në miqësi me Jezusin, sa më shumë të komunikojmë me te në Eukaristi. Aq më shumë rritet dëshira për hyn, për gjërat e hyjtë, për urtinë e hyjtë dhe e mundim atë që quhet urtia e botës. Ne duhet t'i kërkojmë Zotit që të na ndihmojë ta mpostim botën, t'i mundim të ndimit e botës, joshjet e saj, dhe që të jemi gjithmonë të gatshëm dhe besnik në dëgjimin e fjalës së hyjtë, duke vendosur atë si të vetmen normë dhe të vetmen udhërrëfyese të jetës sonë. Vetëm fjala e Jezusit, gjithmonë fjala e Jezusit, përkushtimi ndaj zemrës së shenjtë e Jezusit është përkushtimi ndaj së vërtetës. Nga Jezusi ne e mësojmë të vërtetën, sepse vetëm ai ka mundur të thotë unë jam e vërteta. Jo thjesht unë jam të vërteta, por unë jam e vërteta. Dhe hyri dytë që kërkojmë është ti përngjasojmë Jezusit në lutje. Shenj Jakobi e kishte mësuar këtë mësim. Ai që kishte jetuar kaq afër Zotit e me siguri se kishte njohur atë që përpara jetës së publike, si kushëri edhe gjatë jetës në Nazaret, kishte mësuar prej tij sidomos që të lutej. Kush qëndron me Jezusin mëson të lutet, sepse lutja e vërtetë është një komunikim që na e jep ai. Duhet ta kërkojmë gëzimin e lutjes, shijen për lutjen, forcën për t'i kapsuar pengesat që neve përpara djarmi. Sepse ai e di se nëse heqim dorë nga lutja, nëse kemi në lutje të çrregullt, nëse kemi në lutje të varfër, atëherë nuk do të arrijmë asgjë. Zemrës e Jezusit, modelit të lutjes, le t'ja kërkojmë hirin për të dimë të lutemi, që ta kemi gjithmonë në çdo moment gëzimin e lutjes, pra gëzimin për të bashkuar me Jezusin në ecjen drejt Atit. Janë dy hire që vendosim pra mbi altar për meritat e apostëve tanë të shenjtë. Ti kërkojmë që Filipit dhe që Jakobit që të na ndihmojnë ta njohim edhe më mirë Zotërin tonë Jesu Krishtin në mënyrë që ai të na çojë tek Ati që në këtë botë. Ti kërkojmë edhe Virgjës Mari që të na ndihmojë edhe një herë për të bërë hapin në parë drejt një intimiteti sa më të madhe të mundshëm me birin e saj hynore, në natyrën e tij të shenjtë njerëzore. Qofle dua Jesu Krishti.
Lutën o vlezër e motra që flia ime dhe juaja të dale përqyshme pare hyjt atë gjithë pushtetëshëm. Pranoj o Zotë duratat që po t'i kushtojmë në festin e apostëve Filipit e Jakobit e na dhuro një për shpirtërit e pastrit e panjollë, ne për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju, të lartësojmë zemrat, të falenderojmë Zotin e hyjin tonë, për një mend është punë e dhenë dhe drejt, është të rajonë dhe burimin shpetimi. Të falenderojmë gjithmonë e gjithkund të jo Zotë atë shenjtë, që i gjithë pushtetë që më da mëshuar. Ti baria mëshuar nuk e le grigjën tënde, por me anën apostëve të shenjtë e ruan dhe mbron vazhdimisht që du të iqet nga ata të cilët e biri i të caktoj, të prinë, por si barin në emrin e ti. Dhe prandaj bashkë me engjët dhe kryengjëj, me fronë dhe zotëruese, dhe me të gjitha radhën usërish këshillore, po këndojnë himin e lavdisate duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shenjtë o Zot, dhe është drejtë të lëvdoj çdo krijes, sepse ti në përbirin tënë Jesu Krishtin Zotin tonë, e me veprën e fuqishme të shpirtit të shenjtë, i jep jetë dhe shëntëron gjithësinë, e vazhdon të bashkosh rreth vetes popullin, që nga lindja e diellit dhe në perëndim, të kushtojtë në nder të emrin tënd flie e panjollë. Prandaj o Zot po të lutemi me përvutëri, dhe njotit shëntërosh me fuqinë e të njetit të shpirti, këto durata që e solën për të kushtuar ty, që të bëjnë korpi e gjaku i Zotit tonë Jesu Krishtit, i cili na urdhëroi të kremtojmë këto mistere. Ai vetat e natën e të cilin që tratuar mori bukën, të falenderoi e bekoi, e theu, u adanxën e vetë dhe tha, merë një janë të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të flijojt për ju. Po ashtu pasi kryedarka mori dhe kërkun të falenderoi e bekoi, u adanxën e vetë dhe tha, merë një epinit e gjithë prej ti. Ky është kërku gjaku tim i besridjes së reta mëshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjnë këtë në për kujtimin tim. Misteri fesë.
Prandaj o Zot, duke përkujtuar mundimet e shpëtimtarët e Bërin tënde, si edhe në gjallën e ti të madhërueshme dhe në gjitën e ti në qiell, e duke pritur ardhën e ti të dytë, po ta kushtojmë me falënderim këtë flitë e gjallë të shenjtë. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kiqe sate dhe pranoje për fli, me të cilën dhe shte pajtohesh me ne, dhe beqen e të cilët të posëshemi me korpën e me gjakun e Bërin tënde, të mbushur me shpirti shenjtë, të bëhemi në Krishtin e trupin e shpirti vetëm. Në sajet e ti u bafshim për ty një fli e amshume, që bashk me të zgjedhurit e tu, të fitojmë lumnin e parajsës. Së pari me të lumen Mari Virgjër hylinse, me shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostujt e tu dhe me martirët e lumë, dhe me gjithë shenjtrit, me ndërmjetësinë e cilëve shpresojmë që gjithmonë ta kemi në imen tame. Po të lutemi o Zot që kjo fli e pajtimit ton të na vlej për paqen e shpëtimin e marbotës. Forcojnë e fe dhe dashuni kishën tanë e ulltare mi tokë, bashk me kolegjin i pezhnor, me i pezhvin ton Gjovanin, i pezhvin tot pranishëm Otavion e me gjithë klerin tanë, si dhe me poplin që ki fitu prej vetën. Një lutjet e familjes sate, që ki thirën pranin tane, bashkoj me ty o ati mshirëshëm të gjithë bitë tu të shpërndarë në përbot. Pranoj me mshirë pran vetës mretnin tane, vllazni tane, motra tona të vdekura e të gjithë të drejtët që në pace me ty, kalun nga kjo jetë, ku shpresojmë se dhe ne bashkë me ta, do të gëzojmë për gjithmonë lumnin tane, në për Krishtin, Zotin ton, në për të cilin i jep botës çdo të mirë. Ne për Krishtin e me Krishtin e dhe në Krishtin. Ty o ati hyjgjit pushtetshëm në bashkim me shpirti shenjtë, të qoftë ndërë dhe për të gjithë shekut të shekuve. Të bashkuani në fe, shpresë dashuri, mund të themi, aty i, qenë qilë, në centrof të emryt, ardhën mbretëria jote, unë barë fundesa jote, si në qilë astën të, buken ton të përdiqme, na jep sot, na e falë faje tonë, si falim ne fajtore tanë, mos në alertë të bjene të ndim, por në liron nga i keqë. Në liro po të lutemi o Zotë për të gjithë këqijave dhe për mëresin të ande, në jepë paqën në ditë tona, e në sajet e mëshire sate, do të lirojmi për gjithmonë për mëkatit e do të jem të sigurt për e që do të rëbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shpëtimitarin tonë Jesu Krishtit. O Zotë Jesu Krishtë, ke thënë apostëve të tu për gjule paqën e për gjule japë paqën time, mos e shiko me kate tona, por fene kishë sate. Je pasaj si pasë vunet në tëndë paqët e bashkimit të qitonë mbretëron në shekut e shekuve. Paqës e të qoftë gjithmonë me ju. Jepri njërë tjetër të shirën e paqës.
ja që në hyt, ja i që shëllin me katë të botës, në ata që janë të thyrë për gustin e qenjit.
besim me Krishtin do të jetojmë, sepse ne besojmë se unë gjallë dhe nuk desmo, nga dashuria fiqojmë fatet tona, bashkë me preferon për aqe. Ishte bashkë
Te lutemi. Na e pastro po të lutemi o Zotë zemrat tona, me anë rekungimit të shenjtë që morem, që bashkë me apostujt Filipin e Jakobit, duke të parë ty në birën tëndë, ta fitojmë jetën e pasosur, ne për Krishtin Zotin tonë. Të dashur vëllezër e motra, më lejoni që para se me marr bekimin përfundimtar nga i peshqvi Lezhës sot, më lejoni që ta falenderoj në mënyrë të përzemërt që ai ka pas dëshirë i peshqvi me kënë sot i pranishëm këtu për më udhëheq këtë kremtim eukaristik që i kushtohet Zojës bekume, Zojës Mari. Sot është i shoqënuar bashkë me korin e katedrales Lezhës që udhëheq Domhani, faleminderit edhe që na animut, na e gjallnut këtë liturgji e bëhet kaq të bukur sot në këtë nadje. Monsinjor, faleminderit fort për praninë tuaj, për fjalën, për shembullin, edhe gjithmonë sa herë që të ftojmë për marrë me kremtu mesht dhe kisha Zojës, gjithmonë je i gatshëm. Faleminderit sot Don Gjovalinit, Don Dez që ishin pranishëm. Faleminderit gjithëve. Mos harrojmë se kjo është muj që i kushtohet Zojës së bekume, nanës së Këshillit në mënyrë të veçantë, sepse ne kena fatin privilegjin me pas këtë nanë këtu në mesin tonë. Populli shqiptar vërtet është fatlum, sepse e ka këtë kish Zojat, këtë shejtnore që nuk pranë kurrë të ndërmjetësu për popullin e vet. Edhe unë jam i bekum sa herë që vi këtu e shërbej në këtë kish, me bëhet qefje mushet zemra plot, sepse i shoh besimtarët tonë me shumë devocion, me shumë përshpirtni, vinë te kjo shejtnore e Zojës, te kamët e Zojës, te kamët e Marisë. Është jashtëzakonshme, më besoni, ba me naj një ditë të ditin këtu, dikush edhe me pa, se si vinë besimtarë që duhen me marrë udhtimin, emigranta, edhe ulen te kamët e Zojës, edhe ja besojnë rrugën, shtektimin Zojës bekume. Është jashtëzakonshme me pas se si njerëzit që kanë familje që kanë të smur, ulen të kamët e Zojës e ja besojnë vujtin e sakrificin e smunden Zojës bekume. Është jashtëzakonshme ba me pa për shembull çiftet kur janë në prag ndamjes apo në konflikte apo shumë herë si thonë te ka zonat tona janë illnu, janë me tjetrin, edhe vinë edhe i betohen Zojës, si thonë Zojë, dona që me hirin tan, dona të na bekoshti që të hesin jeta përpara. E kështu me radhë, e sa nga tresa që besimtarët vinë te kamët e Zojës e ja besojnë nanës së Këshillit mirë. Ka herë ndoshta nuk është mirë mi thanë, po duhet edhe mi thanë disa gjana. Kjo edhe me nxit pak a shumë edhe besimin për shpirtnin të Zoja. E më kujtohet para disa ditë vjen një babë edhe thot, do martur thot, unë ka vite që nuk flas me djalin tem. Jënë ba sa vite, as më thret, as më vin, as më pranon. Edhe një ditë u mërzita fort. Nuk di shka ka me shkue që me banë, se u jam të plake, me zitesh nuk di se kur ka me marë Zoti, thot, edhe një ditë u qova, edhe erdha i të Zoja. Edhe i thash, ju drejtova kështu, i binin, vetëm ba me e pa, i binin lët të shkrej, ju derdhin lët, i binin për faqe, i thot, ju drejtova kësaj Zoja, i thash, o Zoj, ti e nan, e ti e din, vujtin që hjek një prind, që hjek një babë. Nëse je prej me nan, hili sytë tu mi mu. E më shiko, mos më len kështu. Edhe po më tregon të kë, më besote në ndark, gabimisht më ka marrë djalin telefon. A i thoshte gabimisht, se e ka thonë vetë. Pra, a është Zoja, a është gabimi, po nuk besoj se ishte gabimisht, po ishte pikrisht nërmjetësia kësaj nane, e prinja saj nane që njët na që më ka thirë në telefon, gjënat janë pajtu, e sot janë në paq, edhe e shkoj me hy me dalim. Ka një herë duke në gjanat vogla, ne presim gjana ku shedin mlana fort për i Zojës, po Zoja vepron gjanat vogla të përdiqme me të halët tona, sepse ne s'po kërkojmë gjana ku shedin. Por ishtu, diku një konflikt, diku nga tres, diku i familje, diku i smune, diku i gjan, pra Zoja që nuk pushon kur të helë sytë e saj për mi poplin tonë. Pra ne dashëm vllazër e motra, t'ja besojmë atëherë jetën tonë, familjet tona, kësaj nanet Këshillit mirë, që vërtet jetë ajo që e marën edhe udhëheq poplin tonë. E të shpoj drejtohna më ratë të i kërku pikrisht bekimin edhe mbrojtjen e kësaj nane. Të falem Mari, hirë plate Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë,
dhe I bekuma është fryti I barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nana e të nësot, lutu për ne mëkatënor, tash në fill të morës sot. Kjo flumjatit e birit e të shpirtit shenjt. Nana e këshillit mirë, Zoja e Shkodrës, e ta shti përkulla me marrë bekimin sëlem, atëherë kana me kënu kangën mretnesha e qiellit, e të I drejtu tanë sytë ka Zoja e këshillit mirë. Zoti qoftë me ju. Hyjtë me ngjallin e të njëlindurit I birit e vete, ju da fritin e shërbimit dhe ju beri bine shpirte, a ju dërofte edhe bekimin e vete. Krishti shërbues ju dëroj lirin e plotë, a ju befte edhe trashëgimtar të jetës e pasosur. Me pakëzime unë gjallet tashme duke besua në Krishtin, jetoni shenjtëriste që një ditë të takoni në jetër e pasosur. Dhe bekimi I hyjtë gjithë pushtetëshem, I jatit dhe I birit dhe I shpirtit shenjtë ardhe mbi ju e qëndroftë për gjithmonë. Në emër të Zotit shkoni dhe jetoni në paqe. Gloria.